Një ndër debatet më të forta në Big Brother VIP ka ndodhur me Sekli dhe Gjestit. Ky i fundit i akuzon banoren se është rikthyer në shtëpinë më të famshme në Shqipëri për të rregulluar imazhin e saj dhe për të ulur të tij. Do me ardhmë me njëllosur për jashtë çka ke parë ti. Nuk të ka pëlqyer vetjaja ti jashtë dhe erdhe me më qujt mu. Me rregullu imazhin dhe me mul poshtë kur në jetë, i tha këngëtari. Ikli thot se nuk është kjo arsyeja dhe pse Gjesti nuk e beson. E pyetur se përse ka ndryshuar totalisht sjellja nga para se dilte nga Big Brother VIP 4, banorja u përgjigj: se e di unë si i kam gjetur ata dy prindërit e mi jashtë dhe se si e kam parë veten time kur kam dalë jashtë nga kjo shtëpi.